Zoti Pumo, a mendoni se kjo është goditje tashmë në Rumani mund të jetë ndoshta një këmbën alarmi, po i shuaj se kemi një konflikt tashmë midis Rusisë dhe NATO-s? Këmbëna e alarmit ka tingëlluar me kohë dhe gjithmonë situata po agravohet vazhdimisht dhe nuk janë sigurisht këto dronë që do të shënonin një kthim akoma më të keq të situatës në këtë drejtim. Por, do me thënë sigurisht që këto, le të themi, dronë, këto situata janë një tjetër argument për të hedhur më tepër benzinë në luftës, le të themi zjarrit të luftës, dhe kjo e bën situatën edhe më të rrezikshme, e gravon akoma më tepër. Por, fatkeqësisht, situata mes Rusisë dhe NATO-s mbetet edhe nder dhe Rusia tashmë e ka të qartë, paktën kështu deklarojnë në Kremlin dhe në qarqe zyrtare këtu që NATO është do me thënë pjesëmarrëse e mirëfillt e konfliktit në Ukrainë dhe si e tillë ajo do me thënë në qoftë se do të ndërmerrte hapa agresive kundër Rusisë, Rusia do të përgjigjë në mënyrë adekuate. Zoti Pumo, mendoni se goditja ndaj Rumanisë është prova tashmë se lufta në Ukrainë nuk mund të mbahet më brenda kufive të saj? Tu do me thënë varet se cila palje komenton. Rusia të paktën është e bindur që nga njëra anë ata kanë deklaruar që në qoftë se Ukraina i përmbahet disa pikave që neve kërkojmë, thonë rusët. Dhe një nga këto pika është më thënë zënia e territorit të Donbasit, do me thënë administrativ të Donbasit tërësisht, mos pjesëmarrja e Ukrainës në NATO, respektimi të drejtave të popullatës rusëfolse. Këto janë pikat kryesore për zbatim që kanë vënë rusët dhe në qoftë se këto pika do të realizoheshin, ne thanë rusët do të ishim shumë afër zgjidhjes së konfliktit dhe përfundimit të konfliktit. Në qoftë se këto kërkesa nuk do të pranoheshin, Rusia do të vazhdonte luftën më tej dhe nuk është e thënë që deri në kufirin e Donbasit. Dhe çuditërisht dhe jo çuditërisht, bile po logjikisht do me thënë synimi kryesor mbas Donbasit është pikërisht Odesa. E qartë. Mirë, Zoti Pumo, përpara se ta mbyllim dhe të kalojmë tek Irani dhe SBA, tashmë kur janë goditur dhe civil në territorin e NATO-s, a mendoni se ka ende vend për diplomaci? Gjithmonë, derisa nuk ka filluar lufta mirëfillt mes NATO-s dhe Rusisë, të flasim ball për ball, sigurisht që duhet bërë gjithçka për të menjanuar për shkallëzimin e situatës dhe plasjen e luftës së nxehtë mes NATO-s dhe për më tepër që edhe NATO nuk është gati për këtë luftë. Ky është arsye kryesore pse kjo në luftë nuk shpërthen, por dhe Rusia nuk ka dhe dëshirën, ndoshta nuk ka dhe mundësitë dhe fuqinë sepse i ka goxha të përqendruara në Ukrainë dhe forcat të reja apo të freskëta apo të tepërta për të ekspozuar në luftën me NATO nuk i ka. Prandaj të dyja palët nuk janë gati për të filluar luftën, për të zhvilluar luftën, do të bëhet një luftë diplomatike me fjalë, me deklarata, me kërcënime, por fund të fundit do të jetë një tenxhere me presion që do të lëshojë avull dhe pastaj do të shkojnë në normalitetin e vet. Mirë, Zoti Pumo, kalojmë tek konflikti tashmë në lidhjen e mesme mes SBA-s, Izraelit dhe Iranit. Thuhet se Marina e Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike e Iranit ka thënë se qëlloi me të shtëna paralajmëruese drejt 4 anijeve pranë ngushticës së Hormuzit, por anijet thuhet se po përpiqeshin të kalonin nëpër rrugën ujore pa koordinim ose autorizimin para prag. Cili është sinjali, Zoti Pumo, strategjik që po jep tashmë Teherani me të shtëna paralajmëruese ndaj anijeve në një nga korridoret më jetike të botës, ashtu si e kemi shuar? Teherani po përpiqet të fitojë maksimumin e dividendeve politike në radhë të parë nga ky konflikt tashmë, duke e parë që ai ka arritur mbar do me thënë luftës për ekzistencë, sigurisht që humbjet e
Iranit janë të jashtëzakonshme, materiale, fizike, njerëzore, por vetë fakti që ai rezistoi fuqisë më të madhe botërore ushtarake, pra Shtetet Bashkuara të Amerikës plus edhe Izraelin, mund të themi që në një farë mënyrë konsidero dhe vetë shpalli në fakt veten Irani fitues, por nga ana morale vërtet Irani del edhe më i fortë se më përpara nga kjo luftë. Nga ana tjetër flitet për marrëveshjen që ajo është tashmë arritur dhe firmosja e presidentit Trump pritet. Pra jemi pranë këtij akordi gjithsesi, pavarësisht nga ato të shtëna, nga ato goditje, mund të ketë përshkallëzime, rreziku më i madh i përshkallëzimit për mendimin tim është nga Izraeli. Izraeli është shumë i pakënaqur që Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Irani po përpiqen të arrijnë në një marrëveshje dhe janë afër kësaj marrëveshje. Jo më kot ministri i sigurisë së Izraelit deklaroi që neve nuk do ta lejojmë një marrëveshje mes Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Iranin, jo më shumë, jo më pak, kështu deklaroi. Dhe sigurisht administratës amerikane do të duhet t'i vëj fre edhe Izraelit, por edhe atij lobit ebre shumë të zhvilluar dhe të fuqishëm në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nga ana tjetër Amerika e ka vendosur tashmë që kjo luftë mund të paktën të vihet në pauzë, për 60 ditë të paktën, në mos përfundimisht, dhe për të përpjekur për të 60 ditë për të arritur një marrëveshje adekuate, për të rinormalizuar punën e kanalit të Hormuzit dhe të zhbllokimin e situatës me le të themi cisternat e ndryshme që janë bllokuar atje dhe me funksionimin normal të ngushticës për të zhbllokuar dhe trafikun e 20% të naftës botërore. E qartë, zoti Buma, nga ana tjetër, deri ku mund të shkojë Irani pra në emër të saj që quan mbrojtjen e sovranitetit, por pa provokuar këtu një reagim ushtarak ndërkombëtar? Unë besoj që edhe Irani i ka, si të themi, frika ruan vreshtin. Ata nga njëra anë sigurisht që kërcënohen që janë mallkuar qoftë imperializmi amerikan etj etj, por gjithsesi ata kanë sigurisht edhe mbështetjen të Rusisë, e kanë më tepër morale se sa konkrete, ndërsa nga Kina besoj që kanë më tepër ndihmë aktualisht, por gjithsesi Irani e kupton që në rast të një përkeqësimit të situatës mund të rifillojnë bombardimet, sepse koha punon jo vetëm për Iranin, por dhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës që po mbush depot me municione sërish, sepse prodhimi nuk është ndaluar. Prandaj situata dhe askush nuk do dëshironte në Iran mendoj që të ribombardojë Irani përsëri dhe është më e thjeshtë, më logjike të paktën për të rënë ujdi duke i dorëzuar atë uraniumin 450 kg të uraniumit të pasuruar, flitet që është pasuruar deri në 60-70%, apo edhe deri kanë vajtur deri në 80, thonë në kohë të saktuara, por në qoftë se më përpara Irani propozonte që këtë uranium ta çonte për ruajtje në Rusi, tashti propozon për ta ruajtur Kina këtë sasi uraniumi. Kjo demonstron për mendimin tim që Irani ka një mbështetje të saktuar nga Kina dhe është e çuditshme sepse Kina zakonisht nuk përzihet kur në, le të themi, në pazare ushtarake, në situata ku kanë qenë konflikte ushtarake etj, më tepër forca e Kinës dhe taktika e Kinës ka qenë gjithmonë depërtimi me të urtë, me të butë dhe ekonomikisht, duke ndikuar, domethënë, në vende të ndryshme të botës. Në saktu ata po përpiqen në një farë mënyrë të ndikojnë edhe gjatë vizitës së presidentit Trump në Kinë kjo temë u prek. Sigurisht që Kina është një interesuar i drejt për drejt të zgjidhjes së saj situate pasi bllokimi 20% të naftës globale, që ata marrin më tepër se gjysmën e naftës e marrin nga Irani, të paktën deri tani e kanë marrë. Prandaj është një goditje, le të themi, gjeostrategjike për Kinën për momentin, të paktën deri tashti. Edhe nga ana tjetër kjo do të sillte një farë varje më të tepër të Kinës, më tepër se sa ta donin nga Rusia.
pasi në qoftë se siç e dim ajo nafta venezuelane tashmë u bllokua për kinezët, kjo do të thënë e Iranit është kufizuar, ndërsa vetet një variant do të thënë i hapur që është Rusia, por që kinezët nuk do të dëshironin shumë të bazoheshin vetëm tek Rusia për furnizimin me naftë. Strategjia e Kinës është e tillë që ajo kërkon dhe dëshiron të ketë partner, por nuk ka